Sot do bëjmë një eksperiment me përthithjen e peshqirit. Kemi një peshqir 600 gram, 50-90, është peshqir fytyre. Është përzgjedhur shumë nga shumë hotele këtu në Shqipëri dhe është i standardit me 4-5 yje. Si funksionon eksperimenti? Eksperimenti funksionon që ne do ta fusim peshqirin këtu. Jemi transparent. Nuk bëjmë hile. Normalisht ky peshqir do të thithi dyfishin e peshës së tij, që do të thotë do të thithi 500 ml, ose gjysmë litri. Gati? E provojmë. Është për vërtetë. Se kemi në ata që do na komentojnë, jo po thishte ujë, jo po ishte kështu, në fakt është ujë. Dhe ja peshqiri e thithi të gjithë ujin që ishte brenda dhe akoma nuk është lagur 100%, që do të thotë ka kapacitet akoma për të shtuar. Shtojmë dhe një gotë ujë. Kjo e bën gati 3 herë masën e peshqirit. Dhe prap kemi një peshqir që nuk ka lënë asnjë pikë ujë thuajse në vazo. Nuk ka asnjë pikë ujë, që ta dini. Vazo nuk është e çpuar. Peshqiri jon e ka përthithjen 1/3. Dhe kjo është një nga përthithjet më të larta që garantojnë peshqiret e pambukur. Ka thithur 750 ml ujë dhe nuk ka rënë asnjë pikë ujë dhe akoma peshqiri ka mundësi prapë për të përthithur. Prapë mund të kemi një absorbim. Kjo është një nga standardet më të mira që kanë peshqiret. Ta keni parasysh të gjithë para se të zgjidhni peshqir, bëni testin e përthithjes.